Mu nuk më interesat pasuria dhe as shtëpia as kur gjë. Do të thonë ato që unë kam dashuruar natërshëm. Nuk kam pyet fare askën me të thënë të drejtën e Zotit. Dhe kam marrë papin telefon, i kam thënë unë jam Greci. Kur një person vjet kërkon, ke shtëpia dhe ti thosh që këtu pyete më nuk pyetesh ti. Votime, nuk dua që ti të qash. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke abonuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim mund të hap dritaren për një 38 vjeçare, është nëna e 2 fëmijëve dhe quhet Votime. Ka një emër shumë të veçantë dhe kur më dërgoi mesazh u çudita, për herë të parë dëgjova një emër të tillë që quhet Votime. Por pak rëndësi ka emri i saj, ajo sot ka vendosur të hyjë në këtë live për të rrëfyer historinë e saj të dashurisë, sakrificat që bëri për babain e fëmijëve, pasi ishte shumë i vogël në moshë se ajo, u dashurua në një ambient spitali dhe u largua pa dijenin e familjes nga shtëpia dhe u arratisë drejt Greqisë. Por çfarë ndodhi me fatin e saj do të jetë zonja Votime, që ditën e sotme do na i rrëfej të gjithë këtë histori. Votime, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetja nga unë jam nga Bulqiza, si regji e martuar në Burrel. Jeni nga Bulqiza dhe jeni martuar në Burrel. Po, këtu rrit në qera, jam në qera, edhe kam qenë një fëmijë. Dhe me thanë, deri tani kam pas mundësi me e pagu, këto kam pas të ardhna, kam punu, po puna që nga që da buri puna, jo e la buri, po e nëzira se nga që ullë në rroga, për këto. E dashur Votime, ke një emër shumë të veçantë. Ke një emër shumë të veçantë, Votime. Faleminderit, Rosh. Sa vjeç je dashur? Unë jam 38. Edhe 100 vjeç u bëvsh. Mua më telefonove dije. Dhe sot jemi të dyja së bashku, më telefonove sepse kërkove që edhe ti të shpreje atë problemin që ke dhe ditët e vështira që po kalon, e vetme. Po, me të thonë që drejtën Odeta, po zot më vuj edhe nga një smundje që quhet peripsi. Edhe kuromi ilaçe, ja, mos të ne në gënjë, ja sa ilaç di kam, ja e pi gustin kaqë. Se ti vuan nga... Ja ti të një sekond, një moment do më falësh. Dhe kur je live me Odetën, ndodhin këto të papritura, Votimja për të na i vërtetuar që ka probleme me shëndetin e saj, vuan nga epilepsia, pi shumë ilaçe, shkoi të marrë ilaçet për të mi treguar, edhe pse nuk do doja ta bënte këtë gest, para e u ngrit nga live-i për të na treguar ilaçet. Nuk e njoh historinë e saj, më ka telefonuar dije dhe ka kërkuar që të jetë pjesë këtu në live me Odetën dhe da dëgjoj ditën e sot me këtë 38 vjeçare nga Bulqiza për të na i rrëfyer të gjithë të histori. Votime! Ja, Odeta, për zotin ja pat gënjër fare, ja. Kjo është që pi për anksin e para. Por pse ke ankthi? Kjo është që unë e pi për epilepsin. Epilepsin. Po, edhe vullë, dhe më thonë tani ku kam një djallin e mas në zbokja, që kam djallin e mas e kam 7 vjeç. Këtë tjetin e kam 2 vjeç, si sa ilaçet i përdorë. Ja. Pasë dhe njërë fare në fakte, më çdo gjë në fakte, më kupto? Edhe fëmijët e mi nuk du t'i shoh ma të momente. E dashur Votime, më vjen shumë keq që je kaq e re. Që me do faktë më ka bashku Odeta, motra ime. Shko nuk më qanë i bon. Mirë nga epilepsia, por nga ankthi, çfarë ke që kurohesh nga ankthi? Nga ankthi do më thonë kam një përshtypje kështu si të keq, Odeta, kam një frikë, mbot si ta them, mbot si... Nuk e kuptoj si me ta shpjegu, kupton, në një moment unë su shoh njështë e mi nuk më një shoh. Do t'i shoh para askall, më të moment do t'ri vetëm që t'kem këtë mu lut, as i gjën më shumë. Sa kohë bë që vuan nga ankthi? Unë u bë 6 vite. 6 vite, nuk e mundur dot me një psikolog të shkosh? Kam shku në psikolog, kam shku në doktor, kam shku në çdo lloj vende, në vendet mira, në vendet tjera, as kam shku, nuk kam mund që ta hekra Odeta. Por ti ke një frikë nga se zemër?
Po pra, më duket shumë të nga mrenda, më duket një frinik që unë dhe parandirë, do më thonë si kur e kam i të keqe, e kupton? Do më thonë që do të ndodhe, do më thonë, mu po ndodhe gjë, ose po me e kuptova që unë smuem, që unë në një moment që unë e kuptet një javë para atyne, ose një javë mas atyne, e kupton? Me të thonë të drejten që të kam si motra, nuk di si ta shpjegoj. Qartë, është nuk është të flasësh për ciklin. Do më thonë në ndime tona. Ujnë të në thëmë nga sajë që mbinë ato, ose në hikin ato, në një para, ose një vrapa atyne, mund të smuaj, mund të njëtë të më thëmë paralizut, kam dritë trupin, tronditja, kam shumë probleme dhe me thëmë. E dashur, Nga që më do bjerë në një dhamet, i kam a hek dhamet me operim, se i kam pas këtë ranjët mrejna. E dashur, votime. Ku ishte fjalla, më të rajime, dashur, edhe pash me amët e naime, pash emisionin tuaj. Faktikisht ajo ka pasin të një shpi, ka qenë të poshtë, në Burrel, është të poshtë me e ku jam une. Për një nga personazhet që ka qenë me mua, live me Odetën, po tregon. Po, ka qenë mram live me ty, ajo. Naimja, ajo e vogla. Dhe more shkak që të hyje edhe ti ditën e sotme. E qartë, por le të flasim për ty e dashur votime. Mua më vjen shumë keq zemër që je 38 vjeç, sa fëmijë ke? Kam 2 çuna. Çfarë moshe i ke? Njërin e kam 7 në klasë 2, tjetrin e kam 2, po hy për 3, po shko për 3. Me 18 korik, do më thonë bo 3. Dhe 100 vjeç të bëfshi fëmijët. Faleminderit shumë. Unë realisht nuk jam psikologe, por puna më ka bërë që të flas me shumë nëna të cilat vuajnë nga ankthi, nga depresioni dhe kanë probleme të tilla. Mirë, atë kam kaluar, disa herë kam kaluar në depresion, ku kam qenë greqisht, tani se një moment kam qenë shumë mirë, dhe kam qenë shumë mirë. Kam qenë atë që më ka pas hecmarë, dash me burin, dash me firën, dash me vjerën, kam drejtun, kam dash me që më ka net mrapër për çdo kohë. Për çdo kohë unë ka net korrekt. Dhe më thonë me i lakët për mrapa, jo natë jo poshtë, vetëm spitalin Greqi kam paguajt për zotë 120 euro një analizë. Që vetë të dhejta këtu, si thesa e Feminas? Përshëndetje. E dashur. Unë jo dhejta se tani të nëgjoj, se shfarë nuk të nëgjoj me sukim nuk më lira atë për zotin. Kjo është djali vogël? Po, kjo i vogli. Mashallah, me jetë ta kesh. Faleminderit, drosh. Unë dua të pyes votime, ju jeni 38 vjeç, mund të ma tregosh jetën tënde sa vjeç ke qenë kur u dashurove me burrin tënd? Unë kam qenë atëherë, mos kam qenë 21-22 vjeqe. Mos ka bërë 21. Ka qenë me dashuri apo mbledhëri? Ja, me dashuri. Si e njohur me partnerin tënd? Ja, në spital, dikush, unë kisha babi në spital, kishte gjysmën e vetëm dhe shumë ndodhi dhe më thanë, dhe spital. Jeni njohur në spital? Po. Kjo martes, le të themi, u bekua nga prindit e tu dhe nga prindit e ti? U penguar bolla u deta, po unë nuk pyta një për shembull për personin që unë e desh, o kuptoj, ka qenë një person, është një person i mirë, me vërtet fukaraja nuk do të thotë që ti të kesh dashuri, harmoni në familje. Lëre djalin ti iki, mos e mbaj aty. Lëre të luaj djalin. Do me thonë fjalën që dashuria me ngrotësinë e burrit, do të thonë nuk ka që kam pas kesh ose që kam pas vujtja. Ai sa mos i ka pas nga majtë dhe më ka kontrolluar dhe më ka shkruar. Unë në fakt të thash bekimin, por ti më the pengimin. Pse familja jote nuk ka dashur që ti të martohesh me këtë person? Jo, nga që kitë më nuk pat shtëpi, e kupto se ki ma tha mu, kupto? Në fillim kur janë njohë në të, më ka thanë, unë i kam thanë, burri dashur i kam thënë, njëri çuni dashur, çai kam thënë, i kam thënë, unë jam ajo tin, dhe më thënë që unë i kam kaluar vujtje shumë kam kaluar. Edhe në prindit e mi, po të pak se nuk du të kaloj edhe këtë burri. Por pse ke vuajtur ti në vajzërin tënde, të shtëpia e babait? Kam vujtë dhe me ta thonë të drejtën e Zotit që është për Zotit. Unë e kam një vlla, ai është, nuk e di çfarë ta shpjegoj. Është tërkalist, bigjos, sa nuk përdor, është shumë i ngarkuar, dhe me thonë me trunin. Mund trafe nalë, mund trafe barë, mund trafe modë, mund trafe njën, mund trafe tjetërën, është, dhe me thonë, nuk e kuptoj se edhe vetë, nuk e kuptoj sot, për shumë që jam këtë gjenje. Por pse vllai juaj ka sjell probleme të mëdha në familje, ka dhënuar dhe nënën dhe babain?
Shumë i ka dhënë mamin, babin, kalamajt e vetë, burat, gruën e vetë, gruja që ti të punu në krop, se dhe ato një tarë, me ato bilën kanë marrë demë shtani, se ose kanë pas lekë, se tani me 20.000 lekë, që puno burim Greqi, a i të më thamë punoj shkretë, është në një punë dërtim të më thamë ku ti dale, me ditë, edhe kështu që, dhe më thonë, demë shtani nuk kam pas probleme, kupto, se ka qenë tonë minjerë, ka qenë minjerë në klasë, edhe nuk kam pas probleme që unë të dalë të sudë në këtë studje që jetë tja, po dikush tjetër unë kam falenderimin që unë po flasë me ty, a kupto? Po unë kam fjallën që me burë nuk kam as një vujtë, as një problem, dhe më thonë që unë jam kesh me të, unë nuk jam kesh, i të unë i kam thonë edhe prindeve të minë. Mu nuk më interesat pasuria dhe as shtëpia, as kur gjë. Mu më interesat që unë përfitoj një zemër dikuj që e du. Dhe më vjen mirë që je dashuruar dhe ai të do. Po, me do, çdo gjë dhe me thanë që bëhet, mund të them kështu edhe më thotë, i shketi ka një thotë, në vërtet thotë s'kemi shtëpi, po thotë kemi harmoni. Harmonia me shtëpi, thotë, diku thotë shtëpia, dhe mos ardhë sot një vit, thotë 10, thotë sot 10 vjet. Deri sa të bëhet fëmia, thash unë kam vdek, thash o bu. Se fëmia kanë në zonë venin e vetë, fëmia nuk rinë mamën e, fëmia do ikin jashtë, do shofin jetën e vetë, do bëjnë familjen e vetë, nuk do shofin mua që kur të bëjmë me shkop, do më shofin mu këto. Unë do ta kem një stërhim dhe me thonë tjertë, kem një do me kuzhinë edhe as një gjë edhe i banjo, as një gjë s'du tjetër. Votime. Se ma, do ta bëjmë ma me dite që shtu unë përdor 120.000 lekë vetëm i ilaç që morën në muj. Dhe më vjen keq për shëndetin tënd dhe bjeri pas kësaj gjë. Edhe burin dhe më thane kam një qikë shumë me probleme, se ka një plakë në kam. Edhe ai dhe më thane i ka thonë doktori mes me ngret, edhe 1 kilo ujë, përvasi që ai ngret pesha, ati i ka thonë edhe 1 kilo ujë, ka thonë mes me ngret. Se nga që ka ujë, vetë kërke kopshë e ka, mos që ka kopshën të drejt, e ka hangër sheni, po e ka hangër edhe hetë covë. Wow. Në të në dhe sot është me hekë, është ka vu plak. Mekanizëm në këmbë, e qartë, e kuptoj. Po, është momenti që vëtë invalid. I dashur... A kuptoj që këtë është një ndin nga shtetës, këtë është një gjohë, thonë, shko se të puno burin nga liria të mori 1 milion lekë. Unë të morë burin 1 milion lekë, unë ubri këtu me qirap, të marë qirat gjio për di, të danë një po nuk edhe qirat të sot të qisë nesë, një po s'paguj të drita të sot të qisë nesë, dhe më thënë kam mirë të e moj me rejna, dhe më thënë të kur t'i bëjë buri, me ka 20 euro në ditë që në raja ti, një kur t'bëjë të më thënë 100.000 lekë në shpisë, e dritave të ujtit, unë vesh kam ngell me dalë aty më baqët me lulle aty, në menet aty, se s'kam kujstroj kalamajt. Unë vetëm për fmik më shumë, se t'jem për vete, unë si kur kam nek dhe me thënë 9 vjetë, u bëjë që kam nek dhe me thënë, kam net edhe pa shtëpi, kam net edhe jashtë, kam hangër edhe jashtë, kam net edhe patar, kam ra, shmas të më thani kam bërë, për nuk kam unë ma odeta për zotin. Votime, ti ishe 21 vjeç. Edhe pra ne jam stresu, kaq shumë, unë që unë kaq shumë, kam mendime në tru, dhe më thonë kaq shumë se menoj, them, qa të bëhet sot për nesër? Them, do të bje dikush, o zot, them, mos, ajo është maj skeleve për 20.000 lekë, të shkreta më ndik, majtë që ata e thati, a bje post, a zdrohet, kur ishte këtu një njerë, kisha frikër një njerë, se kam vdek shumë njerës aty. Unë kam vajnë tim, më ka 38 vit që punon në ndërtokë. Edhe të më thënë edhe aji, të më thënë është vra tani, ka vra kokën e, ka vra medisin e, ka vra kamën e, të më thënë, ajo është e mërë me hile. Am kupto. E qartë, vështirësia e të punuarit në minierë, e kuptoj dhe shumë lajme, e dashur... Edhe shopi më motra i më deta dhe po është në një emision edhe po flisha me një shoqe, edhe më tha mu tash se në Turp tha është me vjetë edhe me dalë me nërë me thanë në punë të këshia, po tha nuk është Turp se kërkot i ndi, për shemë nuk e tjetëri. Jo, nuk është Turp se ke hyrë këtu në live më deta. E dashur Votime, më thej që shumë familjarë nuk të duan të mirën. Pse ke konflikte me familjarët e tu? Por zot nuk ose kam, po unë nga që unë i dalë zot mami, se e nësës vajtë dhe kalame vajtë më thamë ku bërë torturaj, e kupta?
Do më thanu unë kam denoncou, disa raste kam denoncou vllajin për këtë punë. Por situata me e qartë, po situata me vllajin sot si është? E ashtu është, nuk as shkoj as di fare, edhe rritë në shtëpinë time me fëmijët mi, edhe as fare nuk flas me të. Nuk e kontakte ti me vllajin? Jo, flas shumë, por që ti kërkoj gjë, si kërkoj dot, kupto? Jam du që se të thash thot vllai që mos e merr burrin pa shtëpi, pa kështu e pa ashtu, kupto? Tash njeriu nuk njeh shtëpinë vetë, dhe njeriu njeh ato që do. Por sa mendime po mune, nuk e di tash se si është, si e ka mendimin ai. Për shembull ai, për shembull mos në vet, a mori ato që der. Edhe unë këto desha këtë mora. Pra, le të themi konfliktet me familjen tënde ka qenë shkaku i burrit, që ti mori një burr të varfër. Po, mora këtë. Por nëna me babain, sot të mbështesin? Jo, babin ka vdekur pa të keq. Babi nuk e ka vetëm mamin, babi bëhet tani, bo 9 vjet që ka vdekur. Mbi ka keq. Faleminderit. Edhe kam vetëm mamin, edhe mami im është 80 sa vjeç. E kupton, tash të shtrysh një plak, nuk është gjë e lehtë. Ajo është në moshë. Tash plaka duhet të rrihet, duhet të qetësohet, duhet të hajet pije edhe të rrihet ato sa ashtu si është. Jo, shkoj të shohë djalën të pi gjithë natën. E kuptoj, keni probleme edhe me vllajin. Po ndalemi tek jeta jote. Ti ishe 21 vjeç kur e në dashuri me burrin, u dashurove në spital, ai sa vjeç ishte? Ki për zotë ki mund të qenë kë 20-at. Më i vogël se ty është? Po, më i vogël. Ki tani sot për sot është 32-33 vjeç. Po ti e 38. Po. Keni 5 vite. 5 vite në diferencë. Por nëse ti ke qenë 21 vjeç, ai ka qenë shumë më i vogël. Po, ka jo i vogël, ka qenë joja, si këto, dhe unë ja kam thënë të gjitha, dhe më thënë ato të mija që kam kalu, që kam vujt, që kam bërë, që kam kësit. Ja kam tërgu që në fillimin që unë jam njofë me të. Nuk është për shembull që unë i kam qef në një gjë, ose i kam qef në një rejnë, ose në një qëta. Unë ja kam thënë të gjitha në shqyrë se që e është problemi. E qartë, a i bjetë ke qenë 17 vjeç, ti ke qenë 21 vjeç, kur u dashurua? 17-18 mund të ketë qenë ki më parë, kur e kam marrë. Por nëna dhe babai ti si e pritën? Kur, okej. Ato e kam prit mirë, dhe ta dhe kam respektu, më kam darë gjithmonë edhe më du. Nuk të paragjykuan që ti ishe e madhe në moshë dhe ai ishte minoren, le ta quajmë. Jo, më kanë thonë bile për kontrazi, më kanë thonë që ti je shumë më mirë në moshë, sepse je më e pjekur, e kupton? Se do me thonë, dy të ri mund të shkoj, mund të përfundoj me një grop. Le të themi që ke qenë ti ajo që e... Jo ke përligjin, s'dua ka shpreh kështu. E kam mësu, dhe më thonë, dhe që jam me madhe, sepse jam që është pak më i vogël, i kam thonë, dakord, më mund të shkoj që s'ka hasë, sepse ti je më i vogël. Dhe më thonë, a më kanë gjuhë që jam më e madhe, në moshë, a më kanë gjuhë dhe më thonë që më ka dashë, a më kanë gjuhë që i kam respektu, atë nuk e di une, njështë të burit i kam respektu të tërë, të gjithë. Jo vetëm njënin të kërë, dhe më thonë, edhe kërë mu pranem më bështeti, dhe më thonë që ta, unë nuk më intereso as mosha, as që ke bo, as që ke bo. Mu më intereso sa t'jesh me mu këtu e mdi. Tani e kuptova, Votime, që pse nëna dhe baba jot në ato kohë nuk kanë qenë dakord, edhe për shkak se ai ka qenë i varfër, por dhe ka qenë i vogël në moshë. Për shkak të pse që i varfër dhe pse që i pa shtio dhe ta, kjo është ishte gjitha. Po mirë, ti kur u martove, ku jetove me të? Te Vjera dhe te Vjeri? Kam shni në Greqi, edhe ato rime shëra në Greqi. Ata kishin ikur nga... Vjeri dhe më kam punon, edhe ki ka shku të shi, po të shi me ka 50.000 lek dita dhe atë 50.000 lek që ku do të ashtë në parë, të ilaqët e mija, të ilaqët e kalamajvet, se edhe 2 kalamajt i kam me veshkat, që kanë një dhajmë njëna veshk, të madhët edhe të voglit, edhe vetë jam po ashtu, dhe më thonë nga dhamë për të bo operim edhe si jam operu, sepse nuk i kam mundësi. Votime, ti sa u martove shkove në Greqi? Në çfarë vendi të Greqisë jetove? Po, kam punë në Greqi dhe kam ditë me cikë më dhe ta nuk kam pyet fare askën me të thonë të drejtën dhe Zotit. Dhe kam marrë papin telefon, i kam thënë unë jam në Greqi. Po si i ke palejen e tyre? Kështu ke ikur nga shtëpia? Po, thash unë nuk dëgjoj me më dhanë, e kupton? I po pa ta po prit, po pa ta thonë që unë një person e du. Po
Ata po thoshin ja, nuk e duan sepse është pa shtëpi, nuk e duan sepse s'ka ekonomi, nuk e duan sepse s'ka punë. Por si ti ike pa leje nga shtëpia, dole nga shtëpia dhe ike? Po, ika nga shtëpia, u zhura me vllai, unë po flisja me këtë domethënë, në telefon, e kupton? Domethënë njeriu e shef domethënë se sa i drejtë është, ose se sa i detyrueshëm është për ta bërë gjë. Kur një person vjet kërkon, ke shtëpia, dhe ti thuash që këtu pyete më nuk pyetesh ti. Tash vllai nuk ishte ta marr vllai këtë. Vllai e ka marrë të vetën, çka ka pas për të marrë, këtë isha ta marrë unë, jo ai. Pra kur burri juaj ka ardhur të ka kërkuar dorën, vllai jot e ka dëbuar, i ka thënë jo. Po, ka thënë një pa shtëpi, ne me thonë që të kam si motërës, nuk dishe si ta them, që gjithë shka të kam, nuk dishe si ta shpjegoj mendimin tam. Unë më thoshe ti s'ke me mërë se është pa shtëpi. Anile t'jetë pa shtëpi, unë atë du pa shtëpi. Atë duhen, atë nga ra gjaku mu, mund të ngetë ra gjaku me një gjipë, kësa është në gjipë, që unë thash nuk e një fare. Por çfarë ndodhi më pas? Ai iku dhe ti Ti vogël, s'ka me të marrë, s'ka me të kështu. Po mu bresha vesh demush tani që unë s'kam shkrujt ty dhe s'kam bërë se kam pas bërë fare prit me të shkrujt me ditë, e kam bërë me vite, e kam pas të andër me edo. Po prapë thash, mendoje për shembull për njerëz se do thonë ja po doli, ja si doli, ja si shkoi, ja si moni, që njerëz si poli. Votime, ne jemi shoqëri paragjykuese dhe ne gjykojmë shumë pa e ditur historinë e tjetrit, apo edhe pse një person merr guximin të flasë, ne i paragjykojmë njerëzit. Fatkeqësisht jetojmë në Shqipëri dhe ky është realiteti, por mos të merremi fare me këto paragjukimet. E dashur Votime, vllai nuk pranoi që ti të martoheshe, si quhet burri? Burri quhet Ardian Likurati. Ardiani, vllai nuk deshi që ti të martoheshe me Ardianin dhe ti një ditë të bukur vendose të ikje. Po. Çfarë ndodhi atë ditë? Pikërisht të shuos. Çfarë ndodhi atë Unë ditë? ika dhe mora babin telefon, i thash, babi thash unë jam thash në Greqi. Jo më të shkove, ama të forin shkove, ama këtë, ama ato. Babi të lutëm thash unë për mirë, thash unë thash jam në Greqi, jam me vjerën, me bonati me vjerën. E me burin thash jam këtu. Të lutëm thash unë mos më vëndër thash kështu. Mos ma thy thash zemrën. Edhe pas ta shkova aty me burin, unë thash unë do të vizat për Shqipëri, thash se kështu kam një pasaport, po të go thash se thash e nuk kam varu. Thash do të bëj një të re, thash se nuk mundem thash me arta poshtë ma pa bo letra. Në Greqi i ke me autobus, me burrin apo me... Po, me autobus kam shku me burrin dhe me vjerin, po. Por babi nuk e mori në telefon kur vajtet e shtëpia e djalit e Ardianit, por kur mbrite në Greqi. Kur të shtëpia e kam marrë në telefon, kur kam ikë të shtëpia e djalit. Kur ke vajtu në Greqi? Po, i kam marrë në telefon, nuk u kam zan fare kur kam ikë. I kam thënë unë jam në Greqi, vetëm kash, më tha mund hajde në shtëpi, leje, është pa shtëpi, është pa tokë, edhe vllai im kur e shall, unë jam zan me vllain tim kur shall këtë, që i tha dhe një gjë tillë, ti burr pa tokë, ti burr pa shtëpi, e kupton, nuk u fundohet çetri ma dhe me njëre sa që unë ta kuptoj se ma sham burrin. O vlla, ajo është pa tokë, është pa shtëpi, është pa sy, është pa kamë, është pa dure, është domethënë ato që unë kam dashuruar ndërsh. Kaq shumë e dashurove Ardianin sa vendose të ikje nga shtëpia, fshetas. Po, për zotin, e kam dash shumë edhe e du, sepse është një burr i mrekullueshëm. Dhe më vjen mirë që ke dashurinë e tij. Votime, por çfarë ndodhi më pas? Si vajte në Greqi, në çfarë vendi të Greqisë? Në Larisa. Sa qëndrove dhe kur u ktheve më pas në Shqipëri? Kam qëndru 5 vite, Odeta. 5 vite. 5 vite në Larisa. Gjatë këtyre 5 viteve, flisje me babain, me nënën në telefon? Jo, s'kam fol një vit. Mbas një viti kam fol. Pse ata nuk të falën? Jo, o të ntoshën i bisha telefoni, po nuk e hapshin. Mund ma mbyqën në atë moment që unë i bisha që ishe e litë, dhe më thënë për të tërgu, dhe më thënë s'ke mundime që unë si kam hik, më thënë këto nuk e hapshin telefonin. Një vit nuk fole me nënën dhe babaj. Më shumë bile e kisha, ku më ka vërë motra inë në telefon, nga thënë që o t'in ha, ku je, thash jam në Greqi, kam prit mami me vdek dhe jo babi, se babi ka qenë i ri, mund të helpë në lutët dhe vishte ka do. Se me ndër me thamë, me nërë ti e mami ne kisha me bibilinë dhe kisha në kërvat e kisha smu.
Do më thënë kisha me ditë që unë ta kuptosha se edhe unë isha pa letra, pa gjë, pasaportën pa të mbarua, edhe i thash burit, i thash Ablit, i thash unë të lutëm, i thash unë, thash, bëna e gjë, thash më shkojnë shtëpi, thash unë se kam mangër smunë. Po tha do zëhesh me ta, do bëhesh, do kthesh. A një të vetëm dëzime, thash unë edhe vetëm dëzime, thash unë sa të shok nanë. Të kishte marrë malli? Po kisha këtë nana. Votime, të kishte marrë malli? Po, më kishte marrë, se si thonë një fjallë odeta të kuritesh, ku atë kuritesh lullja të zëranjo, me kupta? Është normale. Se isha rrit, isha shtotët me madhe dhe për burit e rrugën për e shepë, jo, nësë më madhe për njerëzit. Edhe edhe tashme, thash më shme mbajt, tashme këtë qonin e ma, thash du me shku drejt e vari i babës. Por ti ishe në Greqi, kush ta dha lajmin për vdekjen e babait? Më ka marrë quni Gjaxhi, më ka thonë, o ti, ku jetë, ashtë për zotin thash jam në Greqi. Ere vënd pas e sot ka vdek, e djali. Po pse ti babajnë tënë nuk e takove nga momenti që ike nga shtëpia asnjëherë? Jo, fare. Askon s'kam taku, askon. Kam ik direkt, shumë. Po, jo me thjesht kam marrë në telefon këto, i kam thonë jam filan vendin e. Dhe nga momenti që ike për në Greqi, kur u ktheve në shtëpinë tënde, u ktheve sepse përcolle babajnë tënd në banesën e fundit. Po, pikërisht ashtu është. Gjatë saj kohe fillove të flisje me nënën dhe me vllajën? Po, atëherë kam filluar të fol me vllajën. Bile kam pas djalin, mund të kem pas djalin 1 vjeç. Mund të ma tregosh Votime? Çuni xhaxhait morin telefon, të tha që të ka vdekur babai dhe ti u nis. Xhaxhait më morin telefon dhe më tha, Tina, tha, a je në Shqipëri, a je në Greqi, thash jam në Greqi, thash orë ti Delfine ka pas seminare, po e sot për pak keq ai ka vdek. Nuk është ma në jetë. E qartë. Edhe, sa të në qarë ka, edhe diçka dhe më thonë po më pengotë në zemër, se po më zimë të këtu, dhe më thonë të në të gjokësit edhe kisha një blokim. Nuk mundje që të meja frim. E parandjeve? Po, e parandjeve se e kam një gjë, dhe e kisha mendimin gjithë më kenale, se nëve e lashë mu po kam i. Edhe më thotë motra i me thotë, ti i thotë, e që një Gjaxhi më fajnë. Për momentin që të gabova, më tha, kështu thash, tha, baba tha smu, thash, të vdekë këte janë nej. Thash, o Delfita, thonë janë pa letra, thash, nuk mune thash me ardhë. Po, falëndër burin që ajë dhe më thonë, më ka bo me një shok, më ka marrë një afimit gruas vetë, për të kaluar, edhe kam kalu dhe më thonë dhe ka marrë të mordja e babi. Si reagoi nëna dhe vllai kur të takuan pas disa viteve që ti ishe larguar? Jo, nuk ka taku vllai atëherë. S'm kanë taku asnjëri vlla, as tjetri. Por pse? As për vdekjen e babait? Jo, s'm kanë taku fare. Votime, po nëna si reagoi? Nana filloi të ushqar, edhe më tha, bia ime tha mos të mërzit, tha, ke tha nanë, tha. Baba tha higo si hiku. Tha s'ka problem, tha, sepse higo, tha, të se thaja është i zotit, ti tha mos qaj, tha, se ke qonin e vogël, tha, dhe dhe qonin ta, tha, jetim. Sa vite kishe? Dhe më tha, në moment, ku i bëvejmë për banes punit, kam qenë të ikun para ati. Se përjetove humbjen, të besoj. Po, isha përshash dhe më hëndët modë, se kisha 3 vite pa e pa. Edhe fillova përshash kështu, tha, mos shef, a ishta të shef, tha, i zotit, tha, e mori. Po me vlezrit e tu? Zoti e mori, edhe të shi une, nga pas thonë shkreti babin, thështë të përhem, thështë të sajrë kur i hishtë, njëron thështë të ti pa shpi, tha shumë da, tha, të ta bëjë zote një, thështë edhe për mu, thështë s'kam vra njëri. Thështë të mbritë të fëmija, thë një përtojtë të fëmija, të biri, thështë ti tha ka vdet. Ardian, përshëndetje. Shëndetje. Nga Greqia je, flasim live? Po. Qa vëndi je aktualisht? Jem në Larisa. Je në Larisa. Ndërkohë po flisja me Votimen, me bashorten tuaj, e cila më tregoi jetën e vështirë
që keni bërë të dy, por që si mungon dashuria? Po janë shumë normale, se na mungon dashuria në nes, na mungojnë në gjërat të tjera se dashuria në nes, po na mungu se në mërë me dashme, një tjetër. E qartë, ma tregoj votimja, ju keni qenë 18 vjeç, ajo 21 vjeç kur u dashuruat në spital, një martesë që u refuzua nga prindrit e votimes, por që ju ja dolët, jeni të dy bashkë sot dhe keni sjellë një jetë dy fëmijë. Po, jam marrë. Por si jetoni në kushte të vështira? Çfarë ka ndodhur? Që më ndodhë, që e punës i kanë të ndodhur, ishtu mua jeta e luftë. Jeta e vështirë. Shumë e vështirë. Jo pak, po shumë e vështirë jeta. Por, votime, kjo jetesa ti në Shqipëri, ai në Greqi, është e vështirë dhe për ty? Është vërtet apo është çfarë dhe papunësia më edhe kështu të lehtë. Mos ishte edhe në Greqinë do të ishim sot edhe pa hangër dhe bukë. Pajtë në ujtës do ta kishim. Nuk arrin dot Ardiani të bashkohet dhe t'ju marri dhe ju në Greqi me dy fëmijët? Çka? Shumë të shkiraja shtrejta që e në 20 euro në ditë ka ku të shpetmoj shkiraja. Ardian, A që shkiraja në ditë shko 400, 300, 350, 500. Në muaj është qiraja. Ardian, qa punë e bën konkretisht aty? Punoj në tërtim. Por ti punon me 20 euro të tome. ti punon me 3 mujoshe, rri 3 muaj dhe kthehesh në Shqipëri? Po, Apo je me dokumenta aty? jo, punoj më shumë me 3 mujoshe. 3 muaj rri në Greqi dhe 3 muaj vjen në Shqipëri. Po. Që bërë? E dashur votime, por nga bashkia e qytetit ku jetoni nuk keni marrë asnjë ndihmë? Asë një ndihmë, asë një Po Ardian. asë nuk pysh në ish, asë bashkia, asë Odeta, asë një varë nuk pysh. mo nuk keni kërku ndihmë këto, Odeta, sepse neve banimin e kemi në Guqiza, kupta? Edhe na përket bashkia e Guqizës me këtë rast. Por si jetoni ju? Ti e dashur votime pret që ai të nisi me Western Union 100 euro që ti të blesh bukë për fëmijët? Po çfarë bëj? Kjo As për kraje s'kam, as ndihmë, për shembull me një ndihmë të fëmijëve të s'kam, as një lloj gjë, as për vetëm nga që jam në smun, nuk kam, se kjo quhet invaliditet, se nuk ka, mos lidhësh një pension, për shembull, qoftë edhe 200, qoftë edhe 100, pak e di që e kam një shpresë, e kupton. Tani shpresa me 40.000 lekë në ditë, taj 40.000 lekë I do duhan për vetën. Apo t'japë çunit, vogël, që hapi skota, bibiline, kudion, tjera, millorizje, banane, kërë që hafë mija, apo t'i dish rashet, apo t'japë shtek djallin të madh ke shkolla, për ditë që na I shef tjerë, thot mami, kishte bjerë bilani për të zhanë, unë thot se kam. Më thonë është problem, e kuptoj, Votime, unë e kuptoj. Problem. E dashur votime dhe Ardian, unë e kuptoj që jeni në kushtet vështira ekonomike, emigracioni ju ka ndarë, ai duhet të punoj 3 muaj andej, ato pak lekë që vendos 3 muaj, do t'i harxoj 3 muaj në Shqipëri, e nisni nga e para, e kuptoj qartë, por ç'a keni menduar? Kështu do jetoni? Se fëmijët rriten, shpenzimet rriten. Normal që rritën Odeta, atë problem kisha dhe unë. Në punë tjetër, në është punëm kush me kaluosës e tjetër. 3 muja nesë, 3 muj nesë, am e bëha vetë, anoj vetë, jam smun, anoj vetë, nuk mundë më shumë. E qartë, e kuptoj, ju jeni 33 vjeç, mos gaboj, votimja është 38 vjeç, të rinj jeni, por më vjen keq që po përballeni me sëmundje dhe shkaku I kësaj sëmundje është që ju nuk arrini dot të punoni.
Normale edhe. Unë të zotit edhe punë, ju më të vejnë. Ardian, ka marrë malli për fëmijët? Ti jetosh larg gruas dhe 2 fëmijëve, si është? E vështirë. Kërkon që ditën e sotme të përcjellësh një mesazh. Shumë i heshtur dhe e kuptoj dhimbjen që përjeton. Votime, nuk dua që ti të qash. Votime. S'ka pa në kërë, kështë për një shpinë, se s'ka pa në. Të lutem qetësohu, nuk dua që të qash në këtë live, dua që të përcjellësh një mesazh që zëri jote të dëgjohet ditën e sotme. Është një mesazh për këtë gratë që janë që puna ime, të drejtohet të shëndetësore, qendrave bashkive të që janë vetëm. Mos mërzit të përshë një mesazh këtë nënave që kjo hall mund të bje gjithë kuj, nuk ka përshën për di, por një për dy për presë, shumë ka dhe shumica. E dashur Votime, unë uroj dhe shpresoj që zëri juaj të dëgjohet ditën e sotme, sinqerisht më erdhi shumë keq që dëgjova historinë tënde të dhimbshme, ti më rrëfeve historinë tënde të dashurisë, vuajtje, sakrificat që ke bërë për Ardianin, ky fundi që është i pafuqishëm të punoj për të përballuar të gjitha shpenzimet që kërkon një familje. Unë uroj që të bashkoheni bashkë dhe u bëft më mira për ju të dy. Këto që shef të mrejna nuk është asnjë gjë, nuk është e imja, këtë të pranarit. Se ti jeton me shtime qëra. Thjesht që është e imja vetëm soba është e imja dhe gjë tjetër jo. Ardian, nga familja jote e ke mbështetje? Nga familja jote e ke mbështetjen? Sa që boja në familja ime, i rroga, atë moj vetë, atë moj mua. Jo, e qartë. Çdo njeri që është madhore duhet kujdeset vetë për veten e vet dhe për familjen, por duke ditur që ke probleme me shëndetin, ndoshta ata duhet të përkrajnë pak më shumë ty. Mendoj unë. Sa në të më përkrajnë mua të atë, anët i rroga edhe abit, atë poj babi, i bile në kabon, në shponë, i në babis, atë në bëhë më. Unë uroj të bëhet me mira, Votime, më erdhi shumë keq për ty e dashur, edhe për Ardianin. Uroj që të bëhet më e mira, forca për t'ja dalë, por e kuptoj shumë mirë që varfëria ka mbërthyer shumë familje shqiptare. Se tila pa i lakë nuk ka thonë që të rijën gallë. Zemër, do t'ja përshkurajo vetes që të arrish momenti që t'i flakësh ato ilaçet që pi për ankthi dhe depresionin. Qa me bëhë dhe, s'ka të shatë bëja s'ka i dhe tjetës, diku bëjë driku, diku të shkoj, që atë bëjë diqa. Diqa dhe që jo i sele pa kujqishë më pu bëjë me të që s'ka. E kam të djallë e dhomi, nuk është në shfej po, se po dhe 15 orë ditës po vesh, nuk e... O punoj kështu që gjithë ditë të mlesh, vetëm veç që dhe të kem një shtëpi time, asnjë gjë tjetër nuk i du Zotit. Mirë, ne do mbetemi bashkë në kontakt, e falenderoj dhe Ardiani që u fut në këtë live, të falenderoj dhe ty Votime, dhe mi përqafo të ty fëmijët. Në pak përshëndetim që do bëna. Faleminderit shumë. Të falenderoj Ardian, falenderoj Votime, miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim.
Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë frymëzuese, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë ju e dini jam live ora 10 me këtë histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.